Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Energjia e kësaj dite të shtyn të marrësh iniciativa dhe të mos presësh që të tjerët të bëjnë hapin e parë. Në punë mund të lindë një mundësi interesante, por do të kërkojë vendimarrje të shpejtë. Në dashuri komunikimi i sinqert do të zgjidhë keq kuptime të vogla. Demi. 17 korriku të fton të përqendrohesh tek stabiliteti dhe prioritetet afatgjata. Në aspektin profesional mund të marrësh vlerësim për përkushtimin tënd. Në marrëdhënie do ndihesh më i afërt me njerëzit që t'i japin siguri emocionale. Një bisedë e rëndësishme mund të sjellë qartësi. Binjakët. Kjo është një ditë dinamike, plot komunikim dhe ide të reja. Do të jesh bindës në biseda dhe mund të fitosh mbështetjen e dikujt për një projekt personal. Në dashuri, spontaniteti do të sjellë momente të bukura. Nëse je beqar, një njohje e re mund të zgjojë interes. Gaforia. Intuita jote do të jetë veçanërisht e fortë dhe do të ndihmojë të marrësh vendime të mençura. Në familje mizëtron një atmosferë më e qetë dhe mund të zgjidhet një çështje që të ka shqetësuar. Në punë es ngadalë, por me siguri. Në dashuri gjestet e vogla do të kenë më shumë vlerë se fjalët. Luani. Karizma jote bie në sy dhe njerëzit do të dëgjojnë me më shumë vëmendje. Është një ditë e mirë për të prezantuar ide ose për të marrë drejtimin e një projekti. Në jetën sentimentale do ndihesh më i sigurt për atë që dëshiron. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë, por nuk parashikojnë vështirësi serioze. Mbrëmja premton çaste të këndshme. Virgjëresha. Organizimi dhe durimi do të jenë armët e tua më të forta. Një detyrë që duke e ndërlikuar do të përfundojë më lehtë nga sa prisje. Në dashuri, shmang kritikat e tepërta dhe dëgjoj edhe këndvështrimin e partnerit. Nëse je vetëm, dikush mund të tërheqë vëmendjen përmes një bisede interesante. Peshorja. Dita favorizon bashkëpunimin dhe marrëdhëniet me të tjerët. Një kompromis i zgjuar mund të sjellë përfitime për të gjitha palët. Në dashuri atmosfera është më romantike dhe e ngrohtë. Financat mbeten të qëndrueshme, por është më mirë të mendosh për investime të kujdesshme. Akrepi. Vendosmëria jote do të ndihmojë të kapërsesh çdo pengesë. Në punë mund të besohet një përgjegjësi e re që do të hapë rrugë për zhvillimin profesional. Në marrëdhëniet personale, sinqeriteti do të forcojë besimin. Financat kërkojnë kujdes me shpenzimet e paplanifikuara. Shigjetari. Optimizmi yt do të ndikojë pozitivisht tek njerëzit përreth. Dita është e favorshme për udhëtime të shkurtra, mësim ose plane të reja. Në dashuri një surprizë e këndshme mund ta bëjë mbrëmjen më të veçantë. Në punë një ide kreative mund të marrë vlerësim. Britsjapi. Përkushtimi dhe serioziteti do të japin rezultatet që ke pritur. Mund të marrësh një lajm pozitiv në lidhje me punën ose financat. Në dashuri është momenti për të shprehur ndjenjat pa hezitim. Një bisedë e qetë do të ndihmojë në zgjidhjen e një paqartësie. Ujori. Idetë e reja do të jenë burimi yt më i madh i suksesit gjatë kësaj dite. Mund të krijosh kontakte të vlefshme ose të nisësh një bashkëpunim interesant. Në dashuri, një ndryshim i vogël në rutinë do ta freskojë marrëdhënien. Financat kërkojnë planifikim, por perspektiva mbetet pozitive. Peshqit. Ndjeshmëria dhe empatia do të ndihmojnë të kuptosh më mirë njerëzit që ke pranë. Në punë përkushtimi yt nuk do të kalojë pa u vënë re. Në dashuri dita sjell afërsi emocionale dhe mundësi për të forcuar lidhjet ekzistuese. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të zgjojë emocione të reja. Horoskopi në Top Albania Radio.